Përshëndetje nga kuzhina Nirit. Sot kam vendosur me përgatit edhe një baklavë kësmet për veten edhe për juve një ide që doni me përgatit kësmet për Fitër Bajramin. Baklavan që kom qitë pra para një dite me petet gatshme, perfekte ka dalë për juve motra fillestare me të vërtet shumë e shishme. Tash për përgatitje edhe një recet tjetër. Për mu baklava si me qitë pite është qaq shpërtaj pra me qitë, gjdo dit me qitë nuk më lodhën durët. Edhe i qas me qef, sepse mi kona edhe mu. Kaj që ka na nevojitën për brumin, janë 2 vezë. Një gotë 200 ml me kos, një gotë e qajt me vaj, një gotë e qajt me qumsht, gota është 100 ml, një sheqer vanile, një plur për pjekje për ndryshe peciv, edhe mill deri sa të trashet brumi, dikun 6 gota nga 200 ml që janë pra, i matni. Për baklavën me ly, 250 gram gjalp. Shumë motra më kanë pyet e shumë herë kom sqaru cilën gjalp ose buter të lynt lopës e përdor neri. Këtë e përdore gjithmonë sepse është e lopës, pra të lyre lopës, e jo margarinë se përvesin shumë motra cilën margarinë e lynë baklavën. Margarina nuk është për baklava, loçka se baklava qitet me të lynë të lopës, e jo me margarinë sepse është bimore, i ndyrë bimore, pra me këtë 250 gram nga kjo buter ose gjalp, edhe 200 ml me vaj. Shërbetin si gjithmonë 1 kg me sheqer, 1 litër me ujë. Zirja 15 minuta edhe baklava bismillah pjanisin tash të brumin, kryhet shpejt me 4 kuleç pro. So që e mshël syt. E marrëm një enë të thellë, edhe i qesim 2 vezë. Edhe e largojna qëto pikat e zeza. Mandej vajin, qumshtin, kosën, sheqer vanilën, tash të pluhurin për pjekje për ndryshe pjekjen. Edhe i përzina s'lori këta përbërës. I kemi përzi pra gjithë përbërësit, tash të morrim edhe millin, shkojna duke e shtu, dal nga dal. Për mbushjen, normal, arra, një 400 gram me arra. E përzina brumin mirë. E kemi ngjesh edhe brumin, pra si kurse neve dhe. Tash e morrim edhe pak miell edhe qesim tek terasa. E qesim edhe brumin. E ngjeshim edhe një herë për më shtu. Nga ky brum i ndojna 4 kuleç. Baklava me 4 kuleç është pështimi i shumë motrave. Di ato vet edhe di sa motra qesen, edhe jam falenderuese pa fund, sepse edhe nga shija del perfekte. Kështu që përgatit një motrat e dashura edhe nuk ju marr kohë shumë e shpejt edhe shumë e sheshme bëhet. Kjo rrugu visim kuleçt. Tash morrim vetëm një sheste. Pra dikon 350 gram, 400 gram një sheste ju nevojit. Edhe vetëm me një sheste me një herë i hapim kuleçt pra, petat të bojna. Veç me një sheste.
I kemi mbështjell 4 kuleç. Tash për një 10 minuta e lojna të pushojnë. E morëm tash në anën tjetër gjalpën 250 gram gjalpë, shkrina edhe përzina me 200 ml vaj. E kemi shkri edhe gjalpën, tash e lojna veç ka pak pro këtë shkumën nalt, e luk, edhe e përzina me vaj. E qesim edhe vajnë, edhe të përzina. Tash tepsin e marrëm, asi 40 cm, tepsin katrore që për më pësni shumë shpesh, motën njëri për ke ble, e kom ble në marketet tek Turqit. Bismillah, fillojna edhe me i të hëdhu prap kuleqt. E hapni petën pra so e keni masin e tepsis, ose në formë katrore pra, ose në formë rumbullake të hëlloni petën, nuk ka rëndësi, ashtu kështu duhet me prej sa është mosa mandej e tepsis edhe petën. E marrim edhe tepsin edhe e qesim për mi petë, tash sa është tepsia e prejna edhe petën. Tash të e shefni motrat të dashura. Thuni çka është ke bakllavë, çka është ajo. Unë ju them juve, ma që kjo është që ke bakllavë dashja, siç ato jo që i tulloni ka 5, ka 10 peta për herë, si që kjo. Kur farë ndryshimi veç çka e runi kohën e juaj, edhe që të shpejt edhe knashti, nuk rëni të në ditën aty, me të hëdhu peta e me terë. Unë vetë i kom qitë me peta të baklavës që i kom terë, me krejt llojet e baklavës që aty i keni. E njejta kur të këqysh, si që kja qe. Veç që ke hupë ku më shumë. Tashti edhe peta tjera e qesim këto qoshet në mes. Që aja është pro dallimi. Në mes që asoj baklavës me 90 peta, edhe në mes që asojna me 4 kuleq. Plus, që atë dit nuk u zonë kush mu sjell ka dhoma pritjes pe i nonave. I këse i kom qitë se frabezat, mos galo me imrana se të thej komët. Kështu që me këto me 4 kuleq pështojnë krejt familjarët pasakat lak. Pak hajgore, por edhe vërtet është. Edhe vërtet është që kur të fillon njëri peta shumë atë mo, do të mishtra krejt se problemin të anamët. E marrim tash edhe kuloqin tjetër, 2 tillë. Edhe petën e dytë, kuloqin e dytë e prejna, se të parë njëjtë. Sa është masia e tepsis. Edhe këto qoshet i qesim prap në tepsi. Edhe e qesim po ashtu tash petën e dytë që e kemi prej sa është tepsia masia, pra. E marrim tash arrat. E marrim arrat, nuk e kemi grije dhe shumë me që kemi shtyp pak me të lluset. Jo me blu, pra. Nga në sopa të në vake. Edhe e qesim pra 350 deri 400 gram me arra mes.
Kështu ora të knaqen. Edhe për shto ora o baklava, edhe pse më mi hanë që të thot, por ndryshe është baklava. I kemi qit edhe arat. Tash të i të hollojna edhe 2 peta tjera, njëjtë si ku 2 të parët. E morëm edhe kolaqin e fundit. Të 3 kolaqt i kemi rëndit në tepsi. Edhe kolaqin e fundit 4-ën e kemi të hollu edhe e prejna, pra qoshat e qesin, pra me njëherë në tepsi, edhe petën e fundit e qesin poshtu për mi. Tep rrët baklava në tepsi, pa u lodh hiq. Në për veti se ma lejtë se me qitë një pitë më doke që baklava. Ta shtë e mërim, edhe qesim kolaqin e fundit. Krejt tepsi. Tash bismillah e bojna edhe prerin e baklavës. I prejna kështu 4 orë në këtë masi. E kemi prej kështu në 4 orë. Tash ja nisem prej saj 4 orë të parë edhe shkojna duke prej sikur se haj me lip. E na lip ndryshe. Kështu me radhë pra deri në fund, duke e fillu nga nelt. Edhe 4 orë e prejna pra sikur se e ma lijet shto. E kemi prej edhe baklaven, si që përshifni, tashti e lyna me gjalp për mi. Furrën e kemi lëshu me nxehur pra në temperaturë 170 gradë që tjetë nxehur mirë. Edhe se të lyna për mi e fusim brenda edhe baklaven që të pjeket. Edhe baklaven e kemi ly me gjalp për mi, tashti e fusim me njëherë në furrën e nxehur në temperaturë 170 gradë që të pjeket. Edhe baklaven e kemi hek prej furrës, e kemi pjek në temperaturë 170 gradë, pra për 1 orë rrafsh. Ashtë pjek shumë mirë, sikur për funi ashtu edhe për mi. Tash baklaven e lojna me uftuf krejt.
Edhe si që për shef ne kom arru këtë katrorën me prej, vetë që katrorën, për mësysh, e prejna masanena, pro para se me përvlu, ose mase të përvlujna nuk ka lidhje. E lojna tash të baklavën që të ftofet krejt. Baklava duhet jetë krejt e ftoft, edhe shërbeti pra duhet jetë i nxehtë. Për juve motra që ju do këtë 4-5 ditë për para, ju do këtë herët me qitë baklavën, mundeni me qitë shembull, sot 2 ditë, 3 ditë për para, veç duhet me pjek, pra, deri 2 ditë, 3 ditë mundeni me lënë kështu pa shërbet. Mandej natën e Bajramit Kismet mundeni me përvlu. Hiq as nuk ju prishit as kur gjo, vetëm që duhet me qenë pra e pjekur baklava. E mbulani me një tepsi edhe leni pra të pjekur të ftoft deri natën e Bajramit. Edhe unë për lota ashti me uftof krejt baklavën që tjetë e ftofër edhe shifni me 4 kuleq një tepsi rafsh. Tybe nuk del as ma e keqe, veç ma e mirë se baklava që i të hullojna normal, kështu me kuleq të vegjel. E lojna pra baklavën që të ftofët mandej e përgatitim edhe shërbetin me 1 litër ujë, 1 litër ujë të nxehtë pra, edhe 1 kilogram me sheqer. Tashti e lojna baklavën me ftofë. Mbasi edhe baklava është ftohur, tash e përgatitim shërbetin. Pra 1 kilogram me sheqer, 1 litër me ujë të vaj, ujë të nxehtë. Edhe e kemi lëshu shpëretin. Mbasi që të fillon me mur val, me vlu shërbeti, prej aty pra 15 minuta e njehni zirja. Edhe shërbeti është zi për 15 minuta pra. Tashti bismillah e përvlojna baklavën, pra shërbeti i nxehtë i val, e baklava e ftoft. Del një baklavë fantastike, edhe shpejt, ma shpejt nuk ka. Me vetëm 4 kuleq. Edhe shërbetin krejtja kemi qitë baklavës, tashti e lojna kështu, 1 ditë të qëndroj që ta pinë mirë shërbetin, pra. Baklava duket kështu, e postoj mandej po ashtu, mbas iftarit Kismet si duket nga brenda. Ja vlen 100% me përgatit ma baklavë e lehtë, ma e shishme nuk ka motra të dashura, sidomos juve motrat fillestare që jeni të reja në kuzhinë. Allah na pranoft agjerimin, lutjet tona e ju lumshin duart nëse e provani. Deri në recetën e radhës nga kuzhina Nirit, ju them miru pafshim.